Është shtyrë seanca për dosjen Partizani ku të pandehur janë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, dhëndri i tij Amar Maltezi, biznesmeni Fatmir Bektashi, Xhimi Begea dhe financierja Andja Pustina. Shkak për shtyrjen e kësaj seance është bërë mungesa e një prej avokatëve për arsye shëndetësore. Seanca ndodhet ende në fazë nëse dosja duhet të kalojë për gjykim apo jo. Avokati i çështjes Genc Gjokutaj tha se seanca e radhës është caktuar në 11 prill në orën 9:30. Ju keni qenë në dieni, mungon fakti penal. Në momentin që mungon fakti penal, ne jemi të obliguar të kërkojmë pushimin e çështjes, sepse s'ka çështje. Kështu që kjo jep e mbyll atë historinë e qëndrimit të ndryshëm tonin, nëse do ta qonim kështu. Berisha akuzohet për korrupsion pasiv, Maltezi e Bektashi për korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa dy të pandehurit të tjerë vetëm për pastrim parash. Ndërkohë nga ana tjetër gjykata e lartë ka rrezuar kërkesën e kreut të Partisë Demokratike Sali Berishës për përjashtimin e trupës gjykuese, që do të shqyrtojë rekursin e tij kundër masës detyrim paraqitje. Në një shkresë drejtuar gjykatës së lartë, Sali Berisha kërkon të largimin e gjyqtarëve Ilir Panda, Sander Simoni dhe Sokol Binaj.